Vesh pak, pret një desa të vinë pak gjëmati, ja gja. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Allah i shpërblet të gjë se ke pranu ftesën. Allah i në dho bereqet, davetin, fjalla është për tije të fatë dhe lagja. Përëm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'du wa ba'd. Falëndërimi takon Allahut, atë falenderojmë, prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga të keqijat e vetvetes sonë dhe nga veprat tona të keqija. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush e humbë, dhe atë që e humb Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut një, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i Allahut, i zgjedhuri dhe miku i tij, besniku në shpalljen e Zotit dhe kumtuesi i shariatit për njerëzit. Paqeja dhe bekimet e Allahut
qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij, ata të cilët e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E filloi këshillën në këtë natë të sontit me fjalën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Men la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah." Ai i cili nuk i falenderon njerëzit, nuk e falenderon Zotin. Ju falenderoj për mendimin e mirë që keni pranuar për mu, që të më ftoni të ndajmë disa qaste në këtë natë. Tema të cilën dëshirojmë të flasim sonte është një temë që prekupohet muslimani gjatë jetës së tij. Ne, si ummet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe njerëzit e fundit të cilët do të jetojnë mbi sipërfaqen e tokës, padyshim angazhohemi që ta mbyllim jetën tonë dhe duke dalë nga kjo dynja të jenë fjalët tona, dëshmia njësimi i Zotit, shahadeti që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të dhe përpas Allahut një. Dhe ai person i cili e mbyll dynjan duke qenë fjala e tij e fundit la ilaha illallah, ka për të hyrë në xhenet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa i përket sprovave të grave, në hadithin e transmetuar nga Imam Muslimi thotë: "Ruajeni dynjas dhe ruajeni grave." Sepse sprova e parë e bijve të Israilit ishte për shkak të grave. Transmeton Usame ibn Zejdi radiallahu anhuma se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nuk kam lënë pas me ndonjë sprovë më të dëmshme për burrat se sa gratë." Kur ka fol Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për dy gjinit, gjinin mashkullore dhe gjinin femrore, ka thënë se sprova e ummetit tim është pasuria. Mirë po kur i ka vequar burrat, ka thënë se sprova më e dëmshme për burrat janë gratë. Kjo është me të vërtet një sprovë nga sprovat më të mëdha, më të rrezikshme dhe më të vështira. Prandaj njeriu, e sidomos i riu, ka nevojë të mësoj çfarë ndihmon të shpëtoj prej kësaj sprove dhe të mos bjerë në të. Veçanërisht në një kohë kur tundimet janë shtuar dhe shkaqet që çojnë drejt tyre janë bërë të shumta. Nuk ka gjë më të dobishme të nderuar besimtarë në këtë çështje se sa të meditojmë mbi Kur'anin, librin e Zotit, sepse ai është shërim për çdo sëmundje. Veçanërisht historia madhështore që Zoti Xhellashanuhu ja ka treguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ka mërtuar tregimin më të mirë, tregimin e Jusufit alayhis salam, që Allahu Xhellashanu thot vërtet në rrethimet e tyre ka mësim për njerëzit me mend. Jusuf ajeti 111. Jusufi alayhis salam u përball me këtë sprovë në mënyrën më të rëndë. Ne të gjithë e dimë historinë e tij dhe sprovën e tij, të cilën e përjetoi Jusufi alayhis salam nga vëllezërit e tij, kur u hedh në një pust në një bunar dhe u shit pasi u nxjerr aty në Egjiptin e sotshëm dhe jetoi në një shtëpi, në një pallat prej pallateve të atij vendi. Gruaja e pronarit të Jusufit alayhis salam, kur e pa bukurinë e Jusufit, sjelljen e tina, dashurinë e flak që kishte për të, u mundua ta josh Jusufin alayhis salam për të bërë mëkatin e kurvërisë. Ajo ishte grua me pozitë dhe bukuri, ndërsa Jusufi alayhis salam ishte djalosh i ri. Në kulmin e forcës së tij,
në kulmin e rinisë së tij. Jusufi a.s. ishte larg vetëlindjes së tij. Nuk ishte pranë vetes baban, nënën, vëllezërit, popullin të cilën e njihshin nga femëria e tij. Ajo e ftoi dhe u zbukurua pasi e ftoi. Përgatiti çdo shkak për ta joshur Jusufin a.s. I mbylli dhe dyert dhe bëri çdo përpjekje që ta fuste në kurthin e kësaj sprove Jusufin a.s. Por Allahu e shpëtoi. Prandaj, të nderuar besimtarë, sidomos i riu, duhet të meditoj mbi shkaqet që shpëtuan Jusufin a.s. duke reflektuar mbi fjalët e Allahut dhe duke nxjerrë prej tyre mësime që ndihmojnë të shpëtojnë nga kjo sprovë e madhe dhe e rrezikshme. Duke medituar mbi këtë histori madhështore, kuptojmë se shkaqet që ndihmojnë në shpëtimin nga sprova e grave janë 7, të cilat nxirren nga historia e Jusufit a.s. E para, kërkimi i mbrojtjes tek Allahu xhallashanuhu, al-isti'adha, kush kërkon mbrojtje tek Allahu, Allahu e mbron. Kush mbështetet tek Allahu, Allahu i mjafton. Allahu xhallashanuhu thot: kush mbahet fort pas Allahut, ai është udhëzuar në rrugën e drejtë. Surën Al-Imran, ajetin 101. Prandaj, sapo gruaja e Azizit e ftoi në Mekat, Jusufi a.s. ju drejtua dhe tha: "Ma'adha Allah, kërkoj mbrojtjen e Allahut." Jusuf, ajeti 23. Pra, strehohem tek Allahu. Kërkimi i mbrojtjes tek Allahu është një fortesë e pathyeshme dhe një mburojë e sigurt që me lejen e Allahut e ruan besimtarin nga të gjitha sprovat dhe nga çdo e keqe. E dyta, muslimani ta kujtoj se ky veprim është padrejtësi e madhe. Me i kalu kufit, të cilat Allahu xhallashanuhu na i ka ndaluar neve, është padrejtësi e madhe. Pra atë njeriu duhet të kujtoj se rënja në imoralitet është një padrejtësi e rëndë. Askush nga njerëzit e mençur nuk do ta pranonte një gjë të tillë për ndonjë antar të familjes nga gjenia femërore. Për nënën, bashortën, vajzën, motrën, hallën, tezën e kështu me radhë. Për këtë arsye, Jusufi a.s. tha: "Vërtet zullumçarët nuk kanë sukses. Kush bie në këtë padrejtësi, nuk do të ketë kur sukses. Përkundrazi, ai është një prej të humbërve që humbin këtë botë dhe fatkeqësia më e madhe do të jenë të humbur në botën tjetër." Në Musnedin e Imam Ahmedit përmendet një ngjarje që me të vërtet është ngjarje rëndëqethëse, kur një i ri shkon në xhaminë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e bën një kërkesë që me të vërtet nuk bëhet kërkesë, mirë po ai nga njohuria që kishte posedonte nevoja e madhe, i kërkon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që t'ia lejon një gjë të ndaluar. Dhe i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, me lejo të bëj zina kur vëri." Sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur e dëgjuan kërkesën e këtij djali, e qortuan. Mirë po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pati një trajtim tjetër në përmirësimin, mjekimin e nevojës së këtij djali që kërkonte nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë djalë e afroi afër vetes së tij dhe i bëri disa pyetje dhe i tha: "A do të doje këtë për nënën tënde?" Arsyeja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përmend këto gra kanë të bëjë se ky djalë, nëse do të bjen në këtë Mekat, kjo grua do të jetë nën e dikujna. Ky djaloshi tha: "Jo, pasha Allahut." Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "A do ta doje për vajzën tënde kur vërin?" Ky djali: "Jo." Dhe ajo vajzë që ti po kërkon,
që të kesh imoralitet me te, është vajzë e dikuj. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pyet këtë djalosh dhe i thot, a do ta doje për motrën tënde? Ky djalë u pyet jo. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha, a do ta doje për hallën tënde? U përgjigj jo. A do ta doje për tezën tënde? U përgjigj jo. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha, edhe njerëzit nuk e duan atë për nenat, për vajzat, për motrat, për hallat, për tezën. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e luti Zotin që zjarrin e dëshirës së kurvërisë ta largon nga gjoksi i këtij djaloshi. Dhe Allahu xhallahu shanuhu ia pastroi zemrën këtij njeriu. Kjo tregon se zinaja, kurvëria është padrejtësi e shëmtuar ndaj të tjerëve dhe ndaj të vetvetes. Nën tre, të nderuar besimtar, është forcimi dhe ripërtrirja e imanit. Imani është mburoja më e fortë kundër provave të cilat na rrethojnë. Allahu xhallahu shanu thot: ajo e dëshiroi atë. Edhe Jusufi do ta kishte dëshiruar atë, sikur të mos të kishte parë provën e Zotit të tij. Shumica dietarëve të fesë islame kanë thënë, prova e Zotit të tij është dija dhe imani që kishte Jusufi alayhis salam. Sa më i fortë jetë imani, aq më e madhe është mbrojtja nga mëkatet. Sa më e madhe që të jetë lidhja e robit me Zotin, do arrihet shkalla e ihsanit, mirësisë, që njeriu do adhuron Allahun xhallahu shanuhu sikur ta sheh, edhe pse ne të gjithë e dimë që këtë botë nuk mund ta shohim Allahun xhallahu shanuhu, mirë po shpresojmë që të jemi nga xhenetlit dhe ta shohim Allahun xhallahu shanuhu, dhe që është mirësia më e madhe që do ta përjetojnë njerëzit e xhenetit në xhenet. Mbi të gjitha, besimtari duhet të kujtojë se Allahu xhallahu shanuhu e sheh në çdo çast. I njeh fshehtësitë dhe asgjë nuk mund t'i fshihet Allahu xhallahu shanuhu. Kur kjo ndjenjë është gjallë në zemrën, njeriu tërpërohet para Allahu xhallahu shanuhu që Allahu ta shoh duke bërë mëkatin, duke i bërë punët të cilat Allahu xhallahu shanuhu ja ka ndaluar robërve të tij. Dhe për përforcimin e imanit është edhe lutja që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të nderuar besimtar, e ka lutur Zotin shpesh duke thënë: Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, o rrotullues i zemrave, ma forco zemrën time në fenë tënde. Për arsye që me të vërtetë jemi duke jetuar në një kohë kur sprovat janë shtuar dhe kapesi për fenë e Zotit xhallahu shanuhu e ka më të vështirë, për arsye që ai i cili kapet për fenë e Zotit nuk duhet ta lëshoj fenë e Zotit derisa ta gjej vdekja duke qenë në fenë e Allahut xhallahu shanuhu. Se sa një njeri i cili e kap një gacë të nxehtë në dorën e tij, do shta ajo do e djeg lëkurën e parë apo dytë apo tretë, mirë po langjet, gjaku i cili do rrjedh nga trupi ynë do e shkym atë. Ndërsa kapja për fenë e Allahut xhallahu shanuhu është më vështirë se kapja e gacës, sidomos në kohën që më të vërtetë kryerja e veprave të ndaluara është më e lehtë se kryerja e veprave të obliguara me të cilat na ka ngarkuar Allahu xhallahu shanuhu. Pastaj të gjithë e dimë dhe kujtojmë hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka paralajmëruar para shumë shekujve që do të vjen një kohë kur njeriu në mëngjes do të gdhin, do të qohet, do të zgjohet besimtar. Ndërsa në mbrëmje Allahu na ruajt imanin, pasimin e ndjekjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në mbrëmje do të ngryset pa besimtar, apo do të ngryset musliman në mbrëmje dhe në mëngjes do të ngrihet, do të gdhihet pa besimtar. Me të vërtetë kjo kohë e cila jemi duke jetu është një prej kohëve që muslimanët janë duke u sprovuar me sprova të ndryshme për shkak të hapësirës gjerësisë së mëkateve. Në katër, muslimani dhe muslimania duhet të ketë sinqeritet, ikhlas ndaj Allahut xhallahu shanuhu. Sinqeriteti është një bashkaqe më të mëdha të shpëtimit nga sprovat. Allahu thot: "Kështu larguam prej tij të keqen dhe imoralitetin. Ai ishte prej robërve tanë të sinqert." Yusuf ajeti 24. Në lexim tjetër thuhet prej robërve tanë që ishin të sinqert ndaj Allahut. Yusufi alayhis salam, si djalë i pejgamberit,
nip i pejgamberit, stërnip i pejgamberit, e kishte besimin ndaj Zotit xhaleshanu me sinqeritet. Dhe Allahu xhaleshanu e largoi prej të keqes, prej pamoralit, për arsye që ai ishte, po thot Allahu, prej robërve tanë të sinqert. Kur zemrat e nderuar besimtar bushet me dashurinë për Allahun dhe me sinqeritetin ndaj tij, epshet e ndaluara nuk gjejnë vend në të. Sa me sinqert të jetë robi në adhurimin e Allahut, aq më shumë Allahu e ruan nga sprovat dhe e mbron nga rrugët e djallit të mallkuar. Kjo është arsyeja pse dietarët kanë thënë: kush e rregullon marrëdhënien e tij me Allahun, Allahu i rregullon marrëdhëniet me krijesat dhe e ruan Allahu nga e keqja. Nën 5 është largimi nga shkaqet e sprovës, nga shkaqet më të mëdha të shpëtimit është që njeriu të largohet nga vendet dhe shkaqet që e çojnë drejt mëkatit. Sidomos kur sprova është pranë. Allahu tregon për Jusufin a.s. dhe të dy vrapruan thot drejt derës. Jusuf 25. Jusufi a.s. kur gruaja e Azizit, gruaja e pronarit të tij, e thirri që të kryejnë aktin e imoralitetit, nuk qëndroi për të biseduar me të, për ta përkujtuar atë që t'i ketë frikën Allahu xhaleshanuhu, nuk kërkoi asnjë justifikim dhe nuk u përpoq të provonte forcën e besimit të tij. Mirë po Jusufi a.s. iku nga vendi i sprovës. Kështu duhet të jetë edhe besimtari, ai nuk ecën drejt rrugëve që e çojnë në fitnë, nuk e ekspozon veten para tundimeve dhe nuk luan me zjarrin e epshave. Nëse gjendet besimtari përballë një sprove, duhet të largohet menjëherë duke kërkuar shpëtimin e fesë dhe të zemrës së tij. Në gjatë jetës së tij, sidomos në kohën e sodit, çdo vend ku mund të bjen në një mëkat për mëkateve, qoftë mëkati i imoralitetit, qoftë mëkati i pirjes së alkoolit, qoftë mëkatet të tjera, nga fjalët e kota, të pista, fjalët e kufrit, në ato vende muslimani kur ta sheh që është prish ndeja në qoftë në familjen e tina, në qoftë se nuk ka mundësi t'i dalë dy gjenit për shkak të teprimit të zhveshës e cila është duke ndodhur në ndejat familjare, sidomos në ndejat ku përzihen miqësia e largët dhe e afërt, e ka obligim që të largohet nga ai vend për shkak mosrëmies në mëkat, në qoftë se është në shtëpinë e tij apo në shtëpinë të afërt e tij, apo në qoftë se është në një vend të hapur, e ka obligim të largohet, për arsye se dietarët e fesë kur e kanë treguar rënien në mëkatin e immoralitetit, ka thonë fillon nga shiqimi, pastaj përshëndetja, pastaj bisedimi, pastaj takimi. Nadharun, fa salamun, fa kalamun, fa maw'idun. Kështu e përshkruan Muhammed ibn Salih al-Uthaymini, Sheikh al-Islam i kohës sonë, Allah e mëshiroj me xhenetin Firdaus ala, atë dhe gjithë dietarët e Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit. Thot njeriu e fillon hapin e parë drejt kurvërisë i moralitetit duke shiqu, pastaj duke u përshëndetur, pastaj duke bisedu dhe në fund vjen takimi. Dhe muslimani dhe muslimania ruhen prej vendeve ku dërgojnë në mëkat në hidhimin e Zotit xhaleshanu. Në 6 vetëpërmbajtja dhe qëndrueshmëria. Allahu rrëfen fjalët e gruas së Azizit, pronarit e Jusufit a.s. e cila thot u lejosh atë, por Jusufi u përmbajt. Jusuf 32. Kjo vetëpërmbajtje, al-istisam, nënkupton forcën e besimtarit për ta frenuar veten, për ta ndaluar vetveten nga harami dhe për të marrë shkaqet të cilat e shpëtojnë njeriu. Njerëzit kur përballen me sprovat, ndahen në dy grupe. Ata që qëndrojnë të fortë dhe i rezistojnë sprovës, ndërsa grupi i dytë, Allahu na ruaj neve, ata të se dorëzohen para saj dhe binë te, në qoftë në normalitet, në qoftë në alkool, në qoftë në hajni, në qoftë në gjëra tjera që Zoti xhaleshanu i ka ndaluar njerëzimit nga Ademi Asam deri në momentin e fundit që do të ketë njerëz mbi përfaqësinë e tokës. Kush përmbahet dhe mbështetet tek Allahu shpëton. Kush dorëzohet para epsheve
rrezikon shkatrimin e fesë dhe jetës së tij. Në 7 është lutja e vazhdueshme drejtuar Allahut xhaleshanu. Një nga shkaqet më madhështore të shpëtimit është lutja sinqert. Jusufi a.s. kur sprova u bë edhe më fort. Ju drejtua Allahu xhaleshanu me lutje. Për arsye që pasi gruaja pronoi te tij, gruaja e Azizit, e ftoi Jusufin a.s. për të bërë kurvëri me të, dhe Jusufi a.s. u largua, u prapen fjalë në qytet se gruaja e Azizit është munduar ta josh djaloshin të cilin ka qenë shërbëtor në shtëpinë e tyre. I ftoi gratë e qytetit dhe i dha pemë për të ngrenë dhe a vendosi të gjitha nga një thikë. Dhe kur doli Jusufi a.s. para tyre, nga bukuria që Zoti kishte dhënë Jusufit a.s., harruan çfarë kanë në dorë dhe u magjepsen para bukurisë së tij dhe i pren gishtrit e tyre. Jusufi a.s. kur e pa që sprovat nuk po ndalen, ju lut Allahu xhaleshanu me lutje të thënë: o Zoti im, burgu është më i dashur për mua se ajo në të cilën më thërrosin ato. Nëse ti nuk e largon prej meje kurthin e tyre, unë mund të prirem drejt tyre dhe të bëhem prej të paditurve. Këtë lutje bërë Jusufi a.s. pasi gruaja pronoi, gruaja e Azizit tha: në qoftë se Jusufi nuk do t'i përgjigjet fesës time, do ta burgosi. Dhe Jusufi e zgjedhi burgun për të larguar nga mekati i kurvërisë. Ai e pranon dobësi, e pranoi Jusufi a.s. dobësinë e vet. Dhe kërkoi ndihmën e Allahut, sepse e dinte se askush nuk shpëton vetëm se me forcën e Zotit xhaleshanu. Prandaj Allahu xhaleshanu ja pranoi lutjen Jusufit a.s. dhe thot Allah dhe Zoti i tij ju përgjigj lutjes së tij, duke larguar prej tij kurthin e tyre. Vërtet ai është dëgjuesi i gjithdijshmi. Në fillim ishte një grua e cila u mundua ta joshte Jusufin a.s. Pastaj u bashkangjiten edhe gratë të tjera, të cilat nuk i patën frikë Zotit xhaleshanu, dhe Allahu xhaleshanu e largoi nga kurthi i tyre. Vërtet Allahu është dëgjuesi i gjithdijshëm. Sa që besimtari e sheh veten të rrezikuar nga një sprovë, në të mos mbështetet tek vetja e tij. Mos thot unë jam filani, fala që kaq vite, kam bërë kaq haxhe, kam shkuar kaq shumë në umre, kam dhënë kaq sadaka, mirë po gjithmonë të mbështetet te Allahu xhaleshanu, ti drejtohet Allahut me lutje të sinqertë, duke kërkuar mbrojtje dhe qëndrueshmëri. Në shpëtimin e Jusufit a.s. të nderuar vllazëni nga kjo sprovë dhe nga sprovat e tjera që e goditen, të cilat Allahu i madhuar i ka rrëfyer në surën Jusuf, ka mësim për ata që marrin mësim dhe këshill, për ata që këshillohen. Sidomos për ata që Allahu ja ka mundësuar të meditojnë mbi ajetet e tij dhe të thellohet në udhëzimet e tyre, në mënyrë që ato të bëjnë shërim për zemrën e tij dhe shkak për shpëtimin e tij nga sprovat dhe nga të gjitha llojet e të keqijave. Në fund të historisë së Jusufit a.s. Allah i lartësuar përmend dy cilësi madhështore me të cilat ishte stolisur Jusufi a.s. e të cilat u bën shkak për shpëtimin e tij nga çdo sprovë dhe mbrojtjen e tij nga çdo fatkeqësi. Meditoni në fundin e kësaj historie kur Jusufi a.s. tha: unë jam Jusufi, e ky është vëllai im. Allahu na ka dhuruar mirësinë e tij. Jusuf ajeti 90. Cili ishte shkaku i kësaj mirësie, cili ishte shkaku i këtij shpëtimi. Allahu xhaleshanu jep përgjigje dhe thot: vërtet kush ka frikë Allahun dhe bën durim, Allahu nuk e humb shpërblimin e punëmirëve. Allahu xhaleshanu ja bashkoi Jusufit dy cilësi të mëdha: devotshmërinë, takvallakin dhe durimin, sabrin. Këto janë dy mbroja që ruajnë njeriu nga sprovat dhe dy shkaqe që shpëtojnë atë nga çdo shkatrim. Lusim Allahun xhaleshanu që të na furnizojë të gjithëve me devotshmëri të sinqertë. Lusim Allahun xhaleshanu që të na bëjë robër të mirë dhe të na mbrojë nga të gjitha sprovat, ato që janë të dukshme dhe ato që janë të fshehta. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Apo më dëgjona? Po, Allah është problem të gjë për këtë legjerat
shumë e mire po qeshme. Shkojna inshallah me pyetje të gja. Ki pyetje të gja që ti kam dërgu në privat? Janë po tash në telefon është me kamerë, nuk më i pa. Aha. Se është problemi zoni punijet di zona punijet tone. S'po di që shmja bo që tash... Që i pyetjet në kohë ama telefonit tonë. Që vetëm pak, një moment. Po. I shkon mirë gjaliot me të lidhu pyetjet, se une kur po folit i zona punijet. Që vetëm pak. Allah ish problem të gja. Selam aleikum e hoxha. Allah të darë që shpërblet për të fjallë. Edhe juve. Biladije. Misir dhe bo marë. Mirë si gjithë, vëllavja. Mishë vështani. Hoxha, deri sa të pregaditët gjallë jotë, unë po ta bëj një pyetje të parën. Cilat janë sprovat më të mëdha që burri hasin nga gratë në kohën tonë dhe pse kjo sprov është kaq e rrezikshme? Bismillahirrahmanirrahim. Cilat janë sprovat më të mëdha që burrat hasin nga gratë në kohën tonë, edhe pse kjo sprov është kaq e rrezikshme. Ne ndëgjum në fillim të ligjëratës se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk kom lanë sprov më të rëndë, më të madhe për burrat e umetit tim se sa gratë. Secili njeri i cili jeton kohën e sodit e sheh shumë mirë se hapësira dhe liria e teprume e cila ju ka dhënë gjinisë femrore është një prej arsyeve që janë shtu sprovat kundrejt neve. Në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gruaja i ka gëzuar të gjitha drejtat e saj personale. Nuk ka fe dhe nuk do të ketë fe që e ka ngritur femrën me lartë se sa e ka ngritur feja islame. Mirë po, gratë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë pas kujdes të veçantë kur janë dalë nga shtëpitë e tyre. Dhe dalja e gruas nga shtëpia e saj duhet të bëhet vetëm në nevoja të jashtëzakonshme. Për arsye që kur është këshillu sahabët nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mos I ndaloni robreshat e Zotit për të shkuar në xhami për të falur. Një grua në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është nisur për të shkuar në xhami për të falë namazin. Ebu Huraira radhiyallahu anhu e ka parë këtë grua dhe ka ndi erën e parfimit që ka vendosur kjo grua në trupin e saj. Ebu Huraira radhiyallahu anhu po e pyet këtë grua dhe po i thot: "Oj robresh e Zotit, për nga je nisur?" I thot: "Jam nisur për të shkuar në xhami për të falë namazin." I thot Ebu Huraira radhiyallahu anhu, i thot: "Vallahi e kom dëgju Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke thënë, ajo grua e cila parfymoset dhe del nga shtëpia për ta ndirë erën e saj burrat e tjerë nuk është e moralshme. Dhe Allahu xhallashanu nuk e pranon namazin e një gruaje e cila është parfymos, ka kaluar pranë burrave dhe është falë në xhami derisa të pastrohet pastrimin e gjunubllakut." Vllazni, ajo ka qenë mbuluar me mbulesën më të mirë që kanë pas ndonjëherë në historitë njerëzimit gratë. Tash liria e teprume dhe zhveshja jashtëzakonisht e tepruar është sprov e madhe për burra. Mirë po, për cilë burra?
për ata burrat të cilët nuk e ruajnë shiqimin e tyre. Allahu xhaleshanu ka thonë dhe thuaj besimtarve ti ulin shiqimet e tyre. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shiqimi i parë është për ty që të bjen befas, e shën një gru befas, je duke vozitje duke ecë, ndërsa shiqimi i dytë është kundër teje. Dietarët kanë thonë shiqimi në trupin e një grua është sikur shtiza e cila futet në zemër, let futet, mirë po shtiza kur futet në zemër, në qoftë se dëshon me nxerr, nuk mund të nxerr për arsye që shtiza ka, shigjeta do i ka dhëmbët e vet. Ashtu edhe lëndon shpirtin, zemrën, në qoftë se ne nuk e kemi ndërprer shiqimin ton tek një grua apo tek një vajzë. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka porositur burrat dhe ka thonë, nëse një burr shet një grua atë që e pëlqen dhe është i martuar, le të shkon te gruaja e tij dhe ta shkym atë zjarrin e zemrës së tij që e ka pas në rrugë gjatë shiqimit të gabuar. Pra shkaku i parë dhe i mram që muslimanët mund ta ruajnë veten e tyre është mos shiqojnë haram. Pyetja dytë që është dërguar si ta dallojmë kufirin me sjelljes normale me gradë dhe asaj që mund të na çojë gradualisht në fitnë. Sa më afër grave, aq më i rrezikum je. Sa më larg grave, aq më i lirum je nga sprova e kurrizit. Fjala Sheikh Muhammed ibn Salih al-Uthaymeenit, Allah i mëshiroft, më të vërtetë është një fjalë që nuk kam gjetë gjatë leximit të librave për ruajtjen e nderit besimtarit, se sa ka thonë. Do të kurria fillon nga shiqimi. Rritet në përshëndetje. Zmadhohet edhe më shumë me bisedime dhe pas bisedimeve, pas fjalëve joshe që ja shprehin njëri tjetrit, atëherë përfundojnë në mëkatin që Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu ka përgatitur dënimin në dynjë dhe në botën tjetër. Pyetja tjetër, cila është shkaqet kryesore që bën zemrën të bjerë në sprovën e grave dhe si mund t'i mbyllim këto dyert? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka porosit djetmosha të martohen. Ka thonë, o ju djetmosha, ai i cili ka mundësi me u martu le të martohet. Dhe ka thonë, ai i cili nuk ka mundësi me u martu le të agjeroj. I martumi nuk bën me thonë, jem ka sprovona pi grave se çdo send që runa zot shet me syrin e tij haram, të gjitha ato që i shet tek të tjerat i gjenden tek gruaja e tij. Edhe kjo është një këshill për motrat, për gratë që janë martume, që në qoftë se burri, edhe në qoftë se ka dalë në xhami, është kthy pi punës, u kthy pi tregut, dhe kërkon nga gruaja atë që kërkon burri nga gruaja e tij, me halal. Nuk duhet të refuzon dhe nuk duhet të kritikon se ku ishe dhe nga po vjen. A ke dalë në xhami apo ke dalë me shiqu këtë apo atë? Ajo gru që i kthehet burri në shtëpinë e saj dhe kërkon nga ajo halalin, ashtu që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në kontaktin me gratë e juaja keni problem. I kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë edhe aty kemi problem. Ka thonë sikur ta kishte bërë atë punë me një grua të huaj, a do të kishte mëkat? Sahabët i thanë po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ajo gru që kërkon burri i saj nga ajo, do të falënderon Zotin që burrin e ka musliman, që burri ka frikën Allahu xhaleshanu, që burri nuk dëshiron me shku mas haramit, mirë po dëshiron zjarrin ta shyjë me ujë halal. Si mund të mbroj veten njeri që studion ose punon në ambiente ku përzihet vazhdimisht me gra? Sa i përket punës, duhet me lutë Allahun xhaleshanu që të largohet nga ai vend ku ka dy gjini. Ta lutë Allahun xhaleshanu dhe Allahu xhaleshanu shumë qartë ka thonë kanë me yattaqillahi yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dhe kush i ka frikën Allahu xhaleshanu, Allahu xhaleshanu do t'ia gjen një rrugë zgjidhje dhe do ta furnizoj nga ai nuk e paramendon. Sa i përket studimeve, varet në cilin shtet, në cilin vend. A janë ato studime të domosdoshme apo janë studime vullnetare? Në qoftë se e ka patjetër me mësu, atëherë të jetë i ulur sa më afër
profesorit dhe të mundohet që të ketë kujdes asnjëherë mos ta ngrit shiqimin drejt gjinisë së kundër, për arsye se çdo ngritje, çdo afërsi, çdo tolerim, çdo lëshim në biseda, në ndrime të numra, në ndrime të kontakteve të tjera, mund të ketë pasoja të rënda që nuk mund të shërohet vetëm se me ilaçet e mëkatit, Allahu na ruaj. Pyetja tjetër që keni dërguar, cilat janë gabimet që shumë musliman i nënvlerësojnë, por që në realitet janë hapa drejt fitnes së grave. Shiqimi dhe bisedimi, nevojë dhe pa nevojë. Allahu xhaleshanuhu ku i ka përmend besimtar ka thonë mos kërkoni diçka vetëm prapa dyrëve të tyre. Elhamdulillah për Zotit që sot muslimani mund t'i kryejnë të gjitha punët gjatë me lindë dhe me vdek dhe mos me vendos veten në një pozitë që më shliru dhe më hap dhe me toleru vetveten e tina, ashtu që i ndëgjum gjitha ato këshillat e Jusufit a.s. me gjitha të besimin e madh, nuk qëndroj pranë fitnes, nuk besoj në veten e tina, mi po largu nga vendi fitnes edhe i kërkoj Allah xhaleshanuhu mbrojtje nga mëkati i kurvërisë. Çfarë roli ka ulja shiqimit në mbrojtjen e zemrës dhe si të praktikojmë realisht në këtë kohë? Këtë kohë dhe çdo kohë Allah xhaleshanuhu i ka porositur besimtarët, ashtu që thotë ka majet wa kullil mu'minina an yaghuddu min absarihim, dhe thuaj besimtarëve të ulë shiqimet e tyre. Nuk ka nevojë njeriu që të mundohet të studion ato që kalojnë pranë vetit apo ato që kalojnë gjatë pranë vetes së tyre. Ta ul shiqimin për arsye se smundja e imoralitetit fillon nga shiqimi. Sa ndikojnë rrjetet sociale në këtë sprovë dhe cilat janë disa rregulla praktike që duhet të zbatojmë. Dietarët kanë folur për shumë rregulla, secili duhet mi pas frikën Allah xhaleshanuhu, dhe sidomos gjinia femrore nga femrat muslimane, mos të hapin rrjetet sociale me emrat e tyre, dhe fatkeqësia më e madhe është që postojnë foto, ashtu që më kanë treguar të tjerët, në forma të ndryshme, duke e shfaq bukurinë e tyre, duke e shfaq dhomat e tyre, duke i shfash rrobat e tyre, duke i shfash stolitë e tyre, padyshim se cila do të mirët në pyetje për jetën e tyre dhe Allah xhaleshanuhu din jetën e tyre, që është një fatkeqësi e madhe që muslimania, qoftë gru me martuar apo vajzë beqare, hap dhe thellohet në bisedime me njerëz që i njeh dhe nuk i njeh. Cilat janë shenjat që tregojnë se një person ka filluar të sprovohet nga kjo fitne para se të bjerë në mëkate të mëdha. Me prokufizu ato që ka po ditën e djeshme haram, e sot e sheh halal, është sprova e parë drejt haramit të madh. Në qoftë se kur ka qenë fillim të Islamit, gjithmonë ka qenë i kujdesshëm shiqimin e tina, ka fillu me e zgjat shiqimin e tyre ndaj gjinive, bisedimet e tyre, shkrimet, postimet e kështu me radhë, dije se zemra e tij nuk është larg, jo vetëm që moron këtë mëkat mirë, po më dal nga feja islame, ashtu që ka qenë shkak i numrave të madh dhe vazhdon të jetë shkak me lëshu rrugën e Zotit xhaleshanuhu, qoftë nga gjinia femnore apo qoftë nga gjinia mashkullore. Cilat janë ibadetet ose shkaqet të përmendura në Kur'an Sunet më të forta për ta ruajtur njeriu nga sprova e grave? Ibadeti i parë është sinqeriteti, njësimi i Allahut xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu kur ka folur për mbrojtjen tek të rit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend agjërimin, për arsye që njeriu kur ta xheron jo vetëm që ndalohet nga pija dhe haja, por nga ndalohet nga gjitha mëkatet. Edhe kurse për gjinin e rritur, martum, thot Allahu xhaleshanuhu inna salata tanha anil mu'minin, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë namazi ndalon nga punët e këqija dhe morali i keq. Namazi është mbrojtja më e madhe që ne e dimë të gjithë që kur dalim namaz kemi dalë para Allahut xhaleshanuhu. E çu shko mundsi njeriu me fal namazin e drekës, ku pas namazit sabaj dhe namaz drekës ka shiqu haram, ka bisedu haram, ka prek haram, runa Zot ka ndoshta edhe mëkatin e kurvërisë, çush do i del muslimani Allah xhaleshanuhu namaz të drekës, namaz të ikindis, namaz të akşamit, namaz të yatsis, apo të ngritet të merr gusl nga gjinubllëki i kurvërisë dhe ta fal namazin e sabahit. Me të vërtetë namazi është mbrojtje dhe është njëra prej 5 shtyllave që përsëritet çdo ditë 5 herë në ditë. Do të njeriu përpos shahadetit
shtylla tjera nuk i bën obligim asnjëherë gjatë jetës së tij përpos namazit. Do shta muslimani dhe muslimane jetojnë me vitet e tëra, por nuk kanë pasuri me dhënë zeqat. Nuk kanë shëndet me agjëru Ramazanin dhe nuk kanë pasuri me shku në haq. Dërsa shtylla namazit, që është shtylla dytë pas shahadetit, nuk lejohet ta lajmë as ne, as të sëmurit, as udhëtarët, as të vjetrit, as të rit, as të pasrit dhe as të varfrit. Dhe Allah xhaleshanu kur fol për namazin, dhe ka ndarë namazin në dy pjesë, mes meje dhe robi. Dhe çu ka mundësi muslimani me ra në këtë mekat kur ka me fal 5 kohë dhe do të jetë në sejdë dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më së afër me ti. Zotit jeni në sejdë, shtoni dorë. Çu ka mundësi me vendos njeriu 7 pjesë të trupit që kanë në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jam urdhëruar që të bi Allah në sejdë me 7 pjesë, me 2 duart, me 2 gojë, me 2 këmbët, dhe ka thonë me ballë dhe ka bë me dorë nga hunda e tina, e ka qujt ballin dhe hundën një pjesë, dhe kur jemi në sejdë jemi më afër Allahut xhaleshon, qysh do ketë muslimani fytyr, qysh do të ketë muslimani turpri, të thësë subhan rabbiyal ala, kur para disa minuta ka qenë duke bërë mekatin për mekatin më të madh të fesë islame. Çfarë këshille do t'i jepni të rinjve që sinqerisht duan ta ruajnë fenë e tyre, kur jetojnë në një shoqëri ku fitnet janë të përhapura kurdo? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Njeriu është në fenë e shokut të tij. Atëherë keni kujdes, kënd po merrni shok. Nëse dëshironi të ruheni nga fitnet, atëherë largohuni nga shokët e këqij dhe shoqërohi me shokë të mirë dhe mos e banoni martesën. Që më të vërtet, pas kthimit në vendlindjen në Kosovë, atë që kam gjetë dhe jam munduar si hoxh dhe me hoxhallarë të tjerë dhe me besimtarë të tjerë, është luftimi i beqarisë ekstreme e cila i ka kapluar muslimanët dhe muslimanët. Dhe këshilloj çdo prind i cili ka vajzë, në qoftë se vjen një djalë dhe e ka fenë në rregull dhe moralin e mirë, mos shiqon gjëra tjera, mirë për ta marton vajzën e tina dhe mos t'ia banon martesën duke kërkuar që të vjen një dhëndër si Aliu radiallahu anhu, ta dinë se vajza e tij nuk është Fatima radiallahu anha, që ta marton për Aliu radiallahu anhu. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, në qoftë se vjen një djalë që jeni të kënaqur me fenë dhe moralin e tij, fazawwijuhu, martojeni, në qoftë se nuk e bëni këtë, do të bëhen shkatrime në tokë. Dhe padyshim, rinia nga dy gjinit do t'i kenë frikë Allahu xhaleshanuhu dhe do të mundohen dhe të shpejtojnë që të martohen, për arsye që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush më siguron 2 organe në trupin e tij, do ta ketë sigur xhenetin. Ka thonë ai që më siguron gjuhën dhe ai që i siguron organet që janë mes 2 kofshave, organet gjinital, do ta ketë të shpëtuar, do ta ketë të garantuar xhenetin. Dhe njeriu nuk mundet t'i ruan organet gjenitale vetëm se me martesë halal. Dhe në qoftë se është martuar, e ka plotësuar 50% të imanit, besimit e tij, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë keni kujdes në gjysmën tjetër të imanit që është gjuha, dhe njeriu mos të flas fjalë të cilat e hedhojnë Allahun xhaleshanu dhe mos të nxjerr nga gjuha e tij vetëm ato që Allahu xhaleshanu i don nga çdo besimtar dhe besimtare. Kolu Zotin xhaleshanu xhelaluhu që këto këshilla të shpejta në këtë natë të jenë të mjaftueshme për çdo djalë dhe për çdo vajzë, që më të vërtetë të morin hapin më të rëndësishëm në jetën e tyre pas Islamit, në kohën e sotit që është martesa, duke u bashku forcën e tyre me forcën tjetër, që të vazhdojnë dhe të shtojnë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të shtojnë ata të cilët e njësojnë Zotin xhaleshanuhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse ka shpresu në momentin kur i ka ardhur meleku Xhibril dhe meleku i kodra pasi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është kthyer nga Taifi dhe populli i Mekës nuk kanë lejuar që të hyjë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në qytetin e Mekës, për arsye që i kanë thonë ke dalur dhe nuk do të hysh, i ka thonë Xhibrilit dhe melekut e kodrës, shpresoj nga Zoti xhaleshanu që të nxjerr nga pasardhësit e idhujtarët të Mekës njerëz të cilët do ta njësojnë Allahun xhaleshanu. Atë cila ka qenë dëshira pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për rinin islame, ka thonë martohuni, shtohuni që unë të krenohem me ju para popujve të tjerë dhe ta dim
që fëmia është njëri nga 3 investimet më të mëdha, më të vlefshme, me afatgjate që muslimani do i lënë mbi sipërfaqen e tokës për vdekjes së tij, ashtu siç ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë idha mata ibn Adam min qata amaluhu ila min thalath, kur vdek bir Ademit i ndërpritën veprat e tij me plashim të rastave, dhe njëri nga 3 rastet është waladun salihun yad'u lahu, fëmijë i mirë i cili bën lutje për prindin e tij, akoma kënaqësi, por ne nesër do jemi në varre dhe fëmijët tonë gjatë namazeve të tyre, jashtë namazeve të tyre, thonë, o Zot, fale babën tim, i cili ma ka mësuar shahadetin, me ka për dorë kam shku në xhami, me ka për dorë kam kry haxhin, me ka për dorë jemi ngritur në syfyr, me ka për dorë dhe kemi nxjerr zakatin, me ka këshillu gjatë jetës, o Zot, fale atë dhe kujdesu për te, ashtu që ai është kujdesur për mua. Zoti është përmbledh të gjithë dhe e lutim Zotin xhaleshanu që ky takim mos të jetë takimi i parë dhe i fundit, mirë po të kemi edhe takime tjera me ju dhe me vëllezër të tjerë. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah të shpërblev të gja për pyetjet, kanë qenë me vend pyetjet edhe përgjigjet, e losë Allahun të qetë razi me davetin, ligjëratën edhe me pyetjet, e inshallah do të dëgjohemi herën tjetër o gja. Allah i shpërblev. Amin. Selam gjithë vllaznive që kanë qenë aty, Zoti i shpërblev me të mirat e tina. Allahumma amin. Pashim e të mira. Pashim e të mira, assalamu alaikum edhe njëra gjanë kanë. Aleikum salam. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ba'd. Hamdi e adhurimi janë për Zotin xhaleshanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Vllazni, me ndihmën e Zotit do mundohem të shpjegoj